Problemi është që opozita nuk ka luksin ta ketë të përplasje. Opozita ka luksin që me ndërkombëtarët do bashkëpunojë, duke ditur që është një faktor shumë i rëndësishëm për të ulur ndoshta me mazhorancën, edhe tani opozita ka domosdoshme të ulet me mazhorancën dhe diktoj disa rrethana për ndryshimin e ligjit zgjedhor, për reformën territoriale që ta çojë afër asaj. Janë në tavolinë. Po janë në tavolinë, po me ndërkombëtarët mund të ndryshojë ligjin që të bëj edhe të afrojë partitë e vogla në favor tyre, për shembull, për të ndryshuar, qoftë edhe duke e bërë me 2 raunde zgjedhjet lokale, sepse ato kanë mundësi pastaj të kenë kandidat dhe marrëveshjet bëhen në raundin e dytë, siç është në Kosovë, ëh? Qartë. Edhe për një proporcional kombëtar që prapë ka nevojë për këto. Pra në këtë moment, unë mendoj që Berisha duhet ketë këmbguljen që me ndërkombëtarët të ulet. Por ky refuzim që kanë ata ndaj doktorëve që për fatin e keq të opozitës vazhdon të jetë non grata, domethënë edhe të ketë një lloj largësie me ndërkombëtarët e bën ato që të zgjedhë këtë lloj modeli.